Çka me bë, thot, kur vjera të gjitha obligimet, thot, i ka nusja. Allahu nuk të humb të mirën kur. Edhe pse vjera sillet keq, ti ktheja në të mirë. Pse? Do të vi një moment që edhe ajo do të reflektoj. Po edhe po nuk reflektoj, po ti ja kthen gjithmonë me të mirë, gjithmonë. Ti je i sigurt se për 2-3 vjet vjera në xhenet inshallah. I shpifet na i gjo për mena, se ti mirë, ajo keq, vjen një moment që çakordohet. Kështu që stresit zero, ti bëj mirë se s'ke për të gjetë keq. Kur ti bën mirë, ta kthen Allahu ke shneti jot. Ta kthen Allahu ke fëmijët e tuaj, ta kthen Allahu ke burri jot. Kështu që ti vazhdo mirë, s'ka problem. Nuk ka problem, le të bëj çfarë det burrë dhe. Edhe ajo do të vi diti që do të mërzitet. Edhe ajo do të vi diti që thot e te prova. Kështu që ktheja me të mirë. Ktheja me të mirë. Ka thonë Zoti në Kur'an, idfa billati hi ahsan, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Ktheja me të mirë atij që të bën keq, se do të kthehet armiqësia në dashni. Se do të kthehet armiqësia në dashni. E këtë nuk e arrin vetëm sa që është i durueshëm, e vetëm sa që do të shpërblehet në botën tjetër me një shpërblim shumë të madh. Kështu që duhet me bë sabër, duhet me bë sabër. Ne ka herë durojmë komshien, ka herë durojmë shefen ke puna, ka herë durojmë lloj xahilje, e s'po durojmë vjerrën, e cila na ka bë burrin e mrekullueshëm, që ne me të kalojmë kohët më të mira të jetës, sidomos natën.